Përshëndetje. Në çdo shoqëri ndodh e njëjta skenë. Dy njerëz, i njëjti qytet, e njëjta kohë, shpesh i njëjti kapital fillestar. Njëri hap biznes, rrezikon, humb, provon sërish. Tjetri thot, nuk është për mua. Ka shumë risk. Më mirë të marr një rrogë të sigurt, mundësisht në bashki. Diferenca nuk është thjesht ekonomike, është psikologjike. E para marrëdhënia me pasigurinë. Tregtia është në thelb jetesë me pasiguri. Fitimi nuk është i garantuar. Humbja është gjithmonë e mundshme. Disa njerëz e tolerojnë pasigurinë, e shohin si pjesë të lojës, nuk paralizohen nga po sikur të tjerët kanë nevojë për kontroll, kanë frikë nga e panjohura, e përjetojnë pasigurinë si kërcënim ekzistencial. Psikologjikisht, kjo lidhet me tolerancën ndaj ankthit, elasticitetin mendor, aftësinë për të jetuar pa garanci. Jo të gjithë kanë këtë kapacitet, dhe nuk është turp, është strukturë. E dyta, frika nga humbja është më e fortë se dëshira për fitim. Truri i njeriut funksionon kështu. Humbja dhem më shumë se sa fitimi gëzon. Për disa njerëz humbja e 10.000 eurove është katastrofë identitare. Ndihen budallënj, ndihen të dështuar, ndihen të turpëruar. Për të tjerët, humbja është informacion, është mësim, është kosto e rrugës. Këtu nuk po flasim për guxim heroik, por për mënyrën se si e përkufizon veten pas një dështimi. Nëse e shet dështimin si unë jam problemi, apo procesi ishte problemi. Kush e lidh veten personale me rezultatin, rrallë rrezikon. E treta, historia familjare dhe modeli i brendshëm. Shumë njerëz nuk e kuptojnë sa shumë i drejton familja, prindrit, narrativat e fëmirisë. Nëse je rritur duke dëgjuar mos rreziko, më mirë pak, por i sigurt, biznesi të ha kokën, tregtia është për i leqarët, për xhambazët, atëherë truri yt e lidh tregtin me rrezik moral, e lidh pasurinë me faj, e lidh dështimin me turp familjar. Ndërsa dikush tjetër është rritur me prind që ka provuar humbje dhe fitore, normalizim të riskut, ai nuk është më i zgjuar, është më i mësuar me rrezikun. E katërta, kontrolli i brendshëm kundër kontrollit të jashtëm. Psikologjia e quan locus of control. Disa njerëz besojnë jeta ime varet nga zgjedhjet e mia. Nëse punoj, gjej zgjidhje. Dhe kur humbas, kam ndikim. Këta rrezikojnë më shumë. Të tjerët besojnë gjithçka varet nga fati. Shteti, tregu, njerëzit, politika, nuk e çabën. Këta shmangin në riskun sepse nëse gjithçka varet nga jashtë, pse të rrezikosh diçka që nuk e kontrollon? Tregtia kërkon bindjen se ke ndikim dhe në kaos. E pesta, marrëdhënia me dështimin. Për disa dështimi është fund, është dram, është mbarova, për të tjerët është fazë, është eksperiment që nuk funksionoi, është pjesë e procesit. Dallimi qëndron këtu. A e lejon veten të dështosh pa u shkatëruar psikologjikisht? Shumë njerëz nuk i tremen humbjes së parave, i tremben gjykimit, talljes, frazës ta thashun. Shoqëritë ku turpërohet dështimi prodhojnë pak sipërmarrës. E gjashta, nevoja për identitet të qëndrueshëm. Tregtia kërkon role që ndryshojnë, identitet fleksibël, rishpikje të vazhdueshme. Sot je fitues, nesër je borxhli, pas nesër je sërish në këmbë. Disa njerëz kanë nevojë për identitet të fiksuar, titull, pozicion social të qartë. Biznesi e lëkund këtë siguri. Prandaj shumë njerëz preferojnë profesion të qëndrueshëm, status të qartë, rrugë të parashikueshme, jo nga dembelizmi,
por nga nevoja psikologjike për stabilitet. E shtata, impulsiviteti kundër planifikimit. Një keqkuptim i madh, jo të gjithë ata që rrezikojnë janë impulsiv. Në fakt, shumë tregtarë të suksesshëm janë paranojak funksional, llogarisin skenar, planifikojnë dështimin, ndërsa disa që nuk rrezikojnë nuk janë racional. Janë të bllokuar nga analiza e pafund, presin momentin perfekt që nuk vjen kurrë. Dhe këtu hyn toleranca ndaj vendimeve të papërshosura, aftësia për të vepruar pas siguri totale. E teta është dëshira për autonomi. Tregtia nuk është vetëm para. Është nevojë për liri, kontroll mbi kokë, mosvarësi nga shefi. Disa njerëz e ndjejnë këtë nevojë fort. Të tjerët preferojnë strukturë, rregull, kufi të qartë. Asnjëra nuk është superiore. Janë profile të ndryshme psikologjike. E nënta, iluzioni se tregtia është për të gjithë. Një nga gënjeshtrat moderne është çdo kush mund të bëj biznes, mjafton ta doj. Jo. Jo të gjithë janë të ndërtuar për stres kronik, përgjegjësi të vazhdueshme, pasiguri financiare. Disa do të fitojnë më shumë duke qenë profesionistë të shkëlqyer, punuar për dikë tjetër, duke pasur stabilitet mendor. Dështimi nuk është të mos rrezikosh. Dështimi është të rrezikosh kundër natyrës tënde psikologjike. E në fund do të thosha, pyetja nuk është pse disa rrezikojnë dhe disa jo. Pyetja e vërtetë është, apo jeton sipas strukturës tënde mendore, apo sipas procesit social. Tregtia nuk është provë burrërie, zgjuarsie apo vlere personale. Është zgjedhje psikologjike. Dhe zgjedhjet e shëndetshme nuk janë të njëjtë për të gjithë. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi, mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video që ja therr pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.